Vjosa rrjedh e lirë mes kanjoneve madhështore dhe luginave pjellore, një lum i gjallë që ushqen biodiversitetin dhe lidh natyrën me njerëzit. Në rrjedhën e saj, natyra rek në ritmin më të pastër, një strehë për biodiversitetin dhe kulturën. Në ujërat e saj i gjenden specie të pazëvendësueshme, 2 të klasifikuara kritikisht të rrezikuara, peshku i vogël mesdhetar i ujërave të kripura dhe ngjala europiane. Lumi mban gjithashtu specie endemike si mrena shqiptare, krapi i prespës dhe grunci. Luginën e pasuron edhe flora e rrallë me bimën endemike solenante e Shqipërisë, duke e kthyer Vjosën në një sesar të natyrës shqiptare. Edhe qielli mbi Vjosë është i mbushur me jetë. Këtu gjejnë stre shpend të klasifikuar kritikisht të rrezikuar sipas listës së kuqe të Shqipërisë, si zhgaba e zezë, shqiponja perandorake lindore, skifteri dhe kali i qyqes. Por Vjosa nuk është vetëm natyrë. Ajo është jeta e mbi 130.000 banorëve që jetojnë në luginën e saj duke mbështetur bujqësinë, blegtorinë dhe traditat shekullore. E shpallur në vitin 2023 si parku i parë i egër lumor në Evropë dhe tashmë e njohur nga UNESCO si rezervat i biosferës, lumi ofron mundësi të reja përmes ekoturizmit, rafting, kajakut, peshkimit dhe shëtitje që tërheqin vizitor nga e gjithë bota.